Përshëndetje, jam këtu para jush për të bërë të njohur për publikun dhe të kryeqytetit dhe të gjithë vendit vendimin e javës kaluar numër 682 të 15 tetorit të Këshillit Ministrave lidhur me përcaktimin e disa rregullave të qarkullimit rrugor në ansamblin Monument Kulture të aksit kryesor dhe të qendrës Tiranës, duke bërë një ndërhyrje në rregulloren e zbatimit të kodit rrugor. Për të qenë më saktë, Ministria e Kulturës si Ministria përgjegjëse për qendrat historike dhe zonat e trashëgimisë kulturore, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Ministrinë e Brendshme, kanë nxjerrë një urdhër të përbashkët të 3 ministrave në vijim të këtij vendimi të Këshillit Ministrave për të kufizuar ose ndaluar qarkullimin dhe parkimin në disa nga zonat e rëndësishme pedonale, të cilat duhet i rikthehen qytetarëve si për aktivitete sociale, estetike apo dhe thjesht për të shëtitur. Të gjithë jemi dëshmitar të atmosferës shumë të ngrohtë njerëzore, por edhe estetike që u krijua në sheshin Nën Tereza në ditët që paraprin vizitën e Papa Franceskut, dhe nga ana tjetër jemi gjithashtu shumë të ndjeshëm ndaj kërkesave të shoqërisë civile, sidomos që në qytetin e Tiranës, që kanë kërkuar dhe vazhdojnë të kërkojnë prej kohësh rikthimin në disa zona pedonale për qytetarët e Tiranës. Duke qenë se kjo do të vazhdoj edhe për qytete të tjera me rëndësi për trashëgiminë kulturore, kjo VKM do të gjejë zbatimin e parë pikërisht në sheshin Nën Tereza dhe në aksin kryesor të bulevardit që fillon nga sheshi Nën Tereza deri në bulevardin Bajramsurit tek ura e madhe e Lanës, duke ndaluar plotësisht parkimin e makinave në të dy anët e bulevardit dhe në sheshin Nën Tereza. Gjithashtu, neni i dytë i kësaj VKM thotë gjithashtu që sheshi Nën Tereza do të kthehet në zonë pedonale çdo ditë nga ora 19 deri në orën 24 për ta rikthyer jo vetëm në një hapësirë të lirë për banorët, për familjet, por duke pasur parasysh dhe zhvillimet e fundit mbas çlirimit të hapësirave dhe gjelbrimit në zonat rrotull sheshit Nën Tereza, edhe vetë hapësira e kolonave është kthyer në një hapësirë për aktivitete artistike dhe kërkesat që kemi në vijim tregojnë që ky lloj aktiviteti do të intensifikohet. Kjo është arsyeja pse ne vendosëm që të ndalohet dhe të kufizohet qarkullimi i automjeteve të gjitha kategorive, si dhe parkimi i automjeteve në zonat e sheshit Nën Tereza nga ora 19 e përsëris deri në orën 24 dhe në të 24 orët e ditës dhe të natës do të ndalohet parkimi i makinave të gjitha kategorive në të dy krahët e bulevardit nga ura e Lanës deri tek sheshi Nën Tereza, përfshirë dhe sheshi Nën Tereza. Në datën 17 ka dalë urdhri i Ministrit të Brendshëm, Ministrit të Transportit dhe Ministrit të Kulturës, gjithashtu me detyrimin që rrjedh për autoritetet lokale, konkretisht për Bashkinë e Tiranës, për pajisjen me sinjalistikën dhe rregullimin e semaforit dhe ndjekjen e zbatimin e këtij udhëzimi, këtij urdhri për të gjithë drejtuesit automjeteve. Po kështu urdhri i është transmetuar dhe Bashkisë së Tiranës dhe urdhri ka hyrë në fuqi që në datën 17-18 le të themi të muajit tetor. Kështu që unë kam kënaqësinë t'i uroj gjithë qytetarëve të Tiranës shëtitje të këndshme, të përnaçme, ta shijojnë gjitha të hapësirë dhe njoftoj gjithashtu që hap pas hapi ne do të bëjmë të njëjtën gjë dhe me qendra të tjera me të njëjtën rëndësi historike dhe kulturore, por sidomos dhe sociale në qytete të tjera.